me ftesë të homologut hungarez, Kristof Salaj Bobrovnicki, ministri i mbrojtjes Piro Vengu zhvilloi një vizitë zyrtare në Hungari, e cila nisi me pritjen solemne në sheshin e heronjve në Budapesht. Ceremonia, me simbolik të veçantë historike, shërbeu si moment reflektimi dhe nderimi për sakrificën e forcave të armatosura shqiptare dhe hungareze, si dhe si dëshmi e vlerave të përbashkëta që lidhin dy vendet, lirinë, paqen dhe sigurinë kolektive. Gjatë vizitës, u theksua angazhimi i përbashkët i Shqipërisë dhe Hungarisë në kuadër të aleancës, si dhe bashkëpunimi konkret i trupave të dy vendeve që shërbejnë krah për krah në misione kyçe ndërkombëtare, përfshirë NATO Kosovo Force, KFOR dhe European Union Force in Bosnia and Herzegovina, EUFOR Altea. Hungaria konfirmohet si një aleat i qëndrueshëm i NATO-s dhe një partner i rëndësishëm i Shqipërisë, me mbështetje të vazhdueshme për procesin e integrimit evropian dhe me një rol aktiv në forcimin e stabilitetit në Europën jugore dhe juglindore. Bashkëpunimi dypalsh në mbrojtje po hyn në një fazë të re dhe më ambicioze. Brenda vitit 2026, Shqipëria dhe Hungaria do të shkëmbejnë atashe ushtarak, një hap konkret që synon forcimin e koordinimit strategjik, rritjen e besimit reciprok dhe avancimin e ndërveprueshmërisë mes forcave të armatosura të dy vendeve. Duke ndarë trajektore të ngjashme historike, pas rënies së sistemit komunist, Shqipëria synon të përfitojë nga përvoja hungareze në ringritjen e industrisë ushtarake dhe modernizimin e kapaciteteve mbrojtëse. Paralelisht, bashkëpunimi do të zgjerohet edhe në fushën e trajnimit të efektivëve të forcës ajrore, si një investim i drejt për drejt në gatishmëri operacionale, profesionalizëm dhe siguri afatgjatë. Ky partneritet dypalsh vlerësohet si një shembull konkret i bashkëpunimit që prodhon kapacitete reale dhe kontribon në forcimin e sigurisë kolektive, në linjë me angazhimet euroatlantike dhe rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian.